Në skajin më jugor të planetit tonë ndodhet një vend ndryshe nga çdo tjetër, Antarktida, një kontinent i mbuluar pothuajse tërësisht nga akulli, ku heshtja është ligj dhe natyra sundon pa kompromis. Antarktida është kontinenti më i ftoftë, më i thatë dhe më erë në tokë. Temperaturat mund të zbresin deri në -80 gradë Celsius, ndërsa era fort e bën jetën jashtëzakonisht të vështirë. Rreth 98% e sipërfaqes së saj është mbuluar me akull, i cili përmban rreth 70% të ujit të ëmbël të planetit. Ndryshe nga kontinentet e tjera, Antarktida nuk ka popullsi të përhershme. Vetëm shkencëtarë dhe studiues nga e gjithë bota jetojnë aty përkohësisht, në stacione kërkimore, duke studiuar klimën, akujt, oqeanet dhe hapësiren. Historia e zbulimit të Antarktidës është relativisht e vonë. Në fillim të shekullit të 19, eksplorues nga vende të ndryshme nisën udhëtime të rrezikshme në kërkim të këtij kontinenti misterioz. Emra si Roald Amundsen dhe Robert Falcon Scott mbeten në histori për garën e tyre dramatike drejt polit të jugut. Fauna e Antarktidës është e rrallë, por e jashtëzakonshme. Pinguinët, fokat dhe balenat janë simboli i jetës, që ka mësuar të mbijetojë në kushte ekstreme. Në këtë mjedis, çdo formë jete është një mrekulli e adaptimit. Antarktida është gjithashtu një laborator natyror për studimin e ndryshimeve klimatike. Shkrirja e akujve të saj ndikon drejt për drejt në nivelin e deteve në mbar botën, duke e bërë këtë kontinent një qels për të kuptuar të ardhmen e tokës. Në vitin 1959 u nënshkrua Trakti i Antarktidës, një marrëveshje ndërkombëtare që e shpalli kontinentin në zonë paqësore të dedikuar vetëm për kërkime shkencëtore, pa ushtri dhe pa shfrytëzim ekonomik. Antarktida nuk është vetëm një vend ekstrem, ajo është një pasqyrë e brishtësisë së planetit tonë. Ajo na kujton se edhe në heshtjen më të thellë të akullit fshihet një mesazh i fortë për njerëzimin. Toka duhet kuptuar, respektuar dhe mbrojtur.